vlla, më vin fizikisht këtë që kam provuar dhe faleminderit Zotit, jam tek përgjigje pozitive dhe kjo që kanë ardhur njerëz dhe unë i falenderoj pafund. Jam i vetmi njeri vlla, ju nuk e bëj për çoka, për të duk. E kam bërë qendra projektet e mia, po shihni videot që bëj unë backstage, takoj çdo njeri që ka dëshirë të vit afroj të japi dorën. Nuk jam si ata njerëz që dalin sken i thën faleminderit që erdhën dhe shihen me ndaj cep, andaj të krijoj atë që s'ka shanse, i rritet dera çdo njeriu sepse them vlla, ka ardhur na 2-3 orë larg për të ardhur. Ai është menaxhimi i keq, do të thonë ti je i paprekshëm, se këtu në Shqipëri në fakt sa më pak të dukesh publik, aq më i paprekshëm bëhesh, aq më shumë duan njerëz, jo, përkundrazi, dhe unë jam komplet me ty. Domethënë unë gjithmonë edhe unë live-et e mia dhe Renisi gjithashtu, gjithmonë kur jemi në live është ka gjë më mirë tulën tavolinë ka vlerësuar plak, patjetër. Shkrihesh, ai ka vlerësuar artin tënd, me të vërtetë e pëlqen. Pse mos të ndash përpara muhabet më vëlla. Dhe këtu tregon që ti je i thjesht, je si ata, ti është profesioni i ndan. Ata kanë një punë tjetër, ti ke një punë tjetër. Domethënë kurse këta që duan të bëjnë këtë fryes, nuk duhet të futen me se ngjan sikur do godasin ndonjë, po nuk kemi asnjë. Po mos ka lidhje, ato let goditen vetë. Bravo, dhe ata që e ndjejnë veten te kjo goditje, thjesht ta ndryshojnë se jam i bindur që do ju bëj shumë më mirë kjo, se ç'a ndodh, jeta nuk është gjithmonë këtu, e kupton? Patjetër. Se kur je këtu, okay, ju shmange njerëzve ose i takove si puna jonë. Po do biesh këtu. Dhe ata njerëz që ne kemi takuar, kemi ndër në tavolina, ata prapë do na duan. Po patjetër. Po nëse kemi ne na mbrapa perdes ne, do thonë hama. Scenarie këtu na shkallat, e kupton? Domethënë janë shumë gjëra, do të jemi me këmbë tok me pak fjalë.